Përshëndetje për teleshikuesit e emisionit Familja Jonë. Me qenë se në muajin mars, me 24 mars, ishte dhe është dita ndërkombëtare e tuberkulozës, Tinea përsëris si çdo herë sjell inovacion në fushën e disa patologjive, por këtë radhë kemi tuberkulozat latente ose tuberkulozat e fshehta në organizëm. Për të punuar dhe për të validuar një rezultat për testin e tuberkulozave latente ose të mshefta në organizëm, ne kemi futur platformën Diasorin, e cila është në bashkëpartneritet me QIAGEN kompani, e cila është kompania më prestigjioze në botë. Çka do të thotë kjo? Është implementuar një kooperim ndërmjet QIAGEN, që është lider në cilësinë e testit të tuberkulozave latente ose QuantiFERON Gold TB test, Gold TB Plus test. Pse quhet TB Plus dhe pse bën diferencën dhe pse kjo metodë është e certifikuar, pra si vetë platforma që ne kemi dhe ku e punojmë deri te validimi mjekësor, ndikon shumë dhe çështja preanalitike. Çfarë nuk kupton çështja preanalitike? Nga mënyra raporti i mjekut, klinicist, pulmologut, infektologut ose kolegëve përkatës, nëse pacienti ka bërë testin e PPD-s, nëse pacienti ka bërë grafi pulmonare, nëse pacienti është me terapi siç janë imunosupresorët, pastaj janë një mori me terapi që interferojnë në rezultat. Pra këto janë të dhëna që pacienti duhet të ketë në atë consent formën ose formën paraprake që mbushet mirët një anamneze mirë fillt tek stafi jonë në Pinea para se të mirret gjaku. Pastaj kalojmë tek marrja e gjakut preanalitika ose flebotomia, që është e rëndësishme. Ne punojmë sikurse në Gjermani, sikurse në Louis Pasteur, sikurse në Robert Koch, sikurse në Amerikë, sikurse në Britani të Madhe. Pra, punohet me 4 tuba. Rëndësia e marrjes së gjakut konform rregullave strikte, qarë na thonë platformat e lartë sikura, që kjo ka një kosto njerë, vetëm këto tubat ka një kosto shumë të lartë, por ne jemi të përkushtuar në cilësi dhe normalisht që cilësia ka kosto. Atëherë, testi ka 4 tuba dhe këto 4 tuba janë shumë e rëndësishme që të mirret nga 1 ml gjak, vetëm 1 ml gjak, dhe me njëherë të bëhet përzierje, lehtë përzierje, horizontale dhe vertikale, jo të tundet sipas rregullave, dhe me njëherë testi të futet në inkubator në temperaturë 37 gradë Celsius, që duhet të qëndrojë 16 orë ose 24 orë. Pas inkubimit, që do e shihni pastaj procesin se si do inkubohet mostra, atëherë kalon në fazën tjetër të punës, që është centrifugimi i mostrës. Centrifugimi ka një rol shumë të rëndësishëm. Pse? Sepse duhet me shumë kujdes, do me thënë ka një minutazh të caktuar, 15 minuta, në 3000 deri 3500 rreth rrotullime. Pas procesit të centrifugimit, mostra do qëndroj në mbajtëset. Në këtë mënyrë nuk guxon dhe kur bëhet pipetimi pastaj për të startuar mostrat në aparatur, në Diasorin Liège që veç e ceka me më lart, duhet pasur shumë kujdes. Kur bëhet pipetimi, laborantët e marrin me shumë kujdes që të mos bëhet dëmtimi i qelizave dhe prekja e gjelit që veç tubi ose epruveta e ka. Do me thënë, kjo ka 4 tuba, që është TB1, TB2, mitogeni dhe nil tubi. Kjo është shumë e rëndësishme, do me thënë, të punohet me rregulla, sepse pastaj edhe rezultati ajo kalkulohet ndërmjet të 4 tubave, po mundohem të shpreh sa më thjesht që me kuptu publiku, jo në gjuhën mjekësore. Kështu që ky test është test inovator dhe për vetë faktin mund të punohet në disa platforma, por platformë e certifikuar nga QIAGEN, siç e ceka më lart, që gjithë bota në nivelet më të larta profesionale dhe shkencore punon QuantiFERON Gold TB Plus test, është QIAGEN dhe Diasorin që neve që kemi startuar. Kështu që gjatë gjithë muajit do të dëshiroja shumë ta përçoja si mesazh që gjatë gjithë muajit ne do japim zbritje 10% tek testi i QuantiFERONit, pavarësisht hiperkostos që ne kemi për këtë test. Kështu që, sepse tuberkuloza latente bie të mirën kolegët pulmolog, kolegët infektolog dhe me radhë,
mund të jetë e heshtur me vite të tëra në organizmin ton. Deri në 20 vite mund të qëndroj bacili tuberkulozit i heshtur, por pra mund të ketë rënë në kontakt, por nuk ka shenja klinike. Dhe kur do filloj kur pacienti ka një arsye që ka prek imunodeficiencën ose rënjën e imunitetit, që shumë patologji dihet që prekun imunitetin njerëzor.